të nxjerrët aktgjykim duke caktuar si kundërpeshë ofendimit shumë të caktuara financiare. Pra duhet i përdorin këto mekanizma të ligjit të cilat vetë deputetët, vetë politikanët i hartojnë dhe i miratojnë. Prandaj duhet thirrja kryesore e politikanëve, e partive politike, e mbi të gjitha qeverisë është që të bëjnë thirrje për maturi, për qetësi dhe gjithmonë duke filluar nga vetja. Të ndalen fyrjet, të ndalen etiketimet, të thirret për qetësi, të thirret për maturi, të ofrohet bashkëpunimi me partitë politike sepse të nesërmen, po e them figurativisht, do të bashkëqeverisin bashk secila me secilën. Prandaj vërtet është e pakuptueshme, nuk duhet lejojmë që shkase të tilla, qoftë në këtë rast zoti Lushtaku, më herët raste tjera, ti shfrytëzojnë pastaj edhe armiqtë tanë, sepse sado që na duket e pamundur, unë po besoj që kemi një front hapur me Serbinë dhe edhe këto situata mund të shfrytëzojnë. Po shihni ju ka gjithandej dyshime dhe ka të arrestuar dhe ka të dyshuar edhe për spionazh, për bashkëpunim me organizatat, për qytetarët e Republikës Kosovës, pavarësisht etnisë serb, shqiptar, ka sot janë në masë të dyshuar për spionazh dhe këto situata janë një terren shumë i favorshëm për të shfrytzuar, për ta minuar gjithatë sukses që është ndërtuar me shumë mund që prej 99-s më herët natyrisht gjeneratat e mëhershme, por kulmoi me çlirimin e vitit 99, por edhe shpallja e pavarësisë, shtetëndërtimi, krijimi i miqve, alatëve tanë. Pra vërtet e abindshme, po ta pyesësh dikën nga jashtë, pse janë mbledhur qytetarët rreth stacionit policor me makineri të rënda, vërtet është e pamundur të jashtëqarosh për një vepër penale dhe çfarë ajo? Kualifikimi më i rëndë që mund të jetë është lëndimi lehtë trupor. Pra pa arsyetuar dhunën, nuk po arsyetoj as reagimin qytetar, sepse në fundit do të intervistohet zoti Lushtaku, do t'i kthehet posat familjes, do t'i kthehet nesër zyrës së kryetarit komunës dhe do të vazhdojë jeta normalisht. Pse po e bëjmë